Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi përgatitur bukë me brumë të fermentuar, një nga recetat që kërkohet më shumë. Nëse doni recetën e plot të brumit të fermentuar, atë e keni në kanalin tim të YouTube-it të shpjeguar hap pas hapi. Do t'ju tregojmë se si të përgatisni bukën sot me brumë të fermentuar. Për një rezultat sa më të mirë të bukës gjatë përgatitjes me brumë të fermentuar, duhet kemi parasysh që brumi të jetë aktiv. Do me thënë, ta kemi ushqyer dhe të ketë arritur në pikën e tij maksimale. Do ta hedhim në një enë të bollshme dhe do ta përziejmë me ujin e vakët. Për 600 gram miell do na duhet rreth 150 ose 180 brumë i aktivizuar. Zëm brumin dhe këtë bukë në fakt nuk është nevoja që ta ngjeshim shumë. Do ta lëm të pushojë të paktën 30 deri në 45 minuta dhe më pas i shtojmë kripën. Kripën mund ta hidhni dhe që në fillim nuk ka asnjë problem, por unë preferoj që ta shtoj gjithmonë kur i bëj palosjen e parë. Mirë është që bukës me brumë të fermentuar t'i bëjmë 2 palosje në një hapësirë kohe midis 30-40 minutave. Pasi e kemi palosur, i hedhim pak vaj ulliri enës dhe kjo bëhet që brumi të shkëputet më kollaj nga ena dhe do ta lëmë të pushojë për 6 deri në 7 orë. Kjo varet gjithmonë nga temperatura e ambientit. Në qoftë se temperatura e ambientit është e ngrohtë, brumi vjen edhe më shpejt. Në qoftë se temperatura e ambientit është pak e freskët, brumi do t'i duhet më shumë kohë për të ardhur. Pasi të ketë ardhur ashtu siç duhet, brumin do ta hedhim në një sipërfaqe të pudrosur me miell dhe do ta palosim disa herë sikur e pat edhe në video. Pas palosjes e vendosim në forëm dhe do ta lëm që të pushojë për 1 orë ose 1 orë e gjys. Brumi tashmë ka ardhur, thjesht do t'i bëjmë një prerje dhe do ta vendosim për të pjekur. Furra duhet jetë e nxehur gjithmonë para kohe në 200 gradë dhe në furrë kemi vendosur një enë me gur zalli dhe ujë brenda me qëllim që të krijojë avuj. Avujt që çlirohen gjatë pjekjes së bukës bëjnë që buka të vi sa më mirë, të jetë e butë brenda, krokante nga jashtë dhe merr një ngjyrë të bukur pas pjekjes. Për një rezultat sa më të mirë të bukës me brumë të fermentuar, unë preferoj që bukën ta pjek gjithmonë në një enë me kapak. Kjo bën që buka të vi dhe të piqet ngadalë duke mos e formuar koren me njëherë. Kohëzgjatja e pjekjes është zakonisht 50 minuta ose 1 orë, varet nga furra që ju do përdorni. Gjysmore e pjekim me kapakun e vendosur dhe pjesën tjetër të kohës e heqim kapakun dhe e lëm që të piqet derisa të marrë këtë ngjyrën e bukur që e shikoni dhe ju në video. Kjo bukë është mirë që të lihet të ftohet para se ta presim dhe kur të jetë gati e presim dhe e shijojmë familjarisht. Uroj dhe shpresoj që këto video t'ju ndihmojnë sadopak në përditshmërinë tuaj duke bërë bukë me brumë të fermentuar. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.